Në një botë ku arti shpesh flet më fort se fjalët. Ka emra që nuk janë thjesht pjesë e skenës, janë vetë skena. Sot në studio kemi një aktor që ka ndërtuar një rrugtim shumë të gjatë dhe të ndjeshëm në teatr, duke i dhënë jetë dhjetra roleve që kanë lënë gjurmë tek publiku. Si pjesë e teatrit kombëtar të Kosovës, ai ka dëshmuar se aktrimi nuk është vetëm një profesion. Është një mënyrë jetese, një formë komunikimi dhe një pasqyrë e shoqërisë tonë. Po përtej dritave të skenës, ai vjen edhe me një dimension tjetër, atë të fjalës së shkruar, duke dëshmuar se arti i tij nuk ndalet vetëm në interpretim, por vazhdon edhe në rrëfim. Sot do të zbulojmë më shumë për rrugëtimin, për sfidat, për emocionet, për botën e brendshme të një artisti që jeton në çdo rol të shpirtit. Me shumë kënaqësi sot kemi në studion ton zotëri Naim Berishëm. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit ton dhe faleminderit që pranuat vini nga Kosova. Juve faleminderit për emisionin ton. Faleminderit për ftesën. Përderisa e bëna atë rezumen për mua, a e mund kjo ajo? Patjetër që po, neve zakonisht lexojmë pak për mysafirët që i kemi në studio, tentojmë që të akomodohen, të ndjehen si në shtëpinë e tyre, mbasi që na keni respektuar, padyshim që nuk duhet mungon edhe respekti reciprok. Pasi që për herë të parë jeni në emisionin ton, dua fillimisht na tregoni si ishte rrugëtimi juaj në rrugën e aktrimit. Pse ka qenë një zgjedhje apo ka qenë një detyrim? Apo thirrje e brendshme mundet ndonjëherë? Ka qenë thirrje e brendshme, për të unë mendoj që ne jo rastësisht jemi në këtë botë. Në këtë botë jemi për me shpërfaq një të vërtetë tonën dhe po ashtu jemi si misionar. Jemi misionar për të lënë diçka, për të lënë gjurmë. Ka qenë një thirrje e brendshme definitivisht, sepse normalisht që aktrimi në Kosovë, në Shqipëri, në vendet e Ballkanit është problem të merresh me aktrim. Po. Sepse për të arritur aty ku duhet është harrim e vështirësi jashtëzakonisht të mëdha, por edhe atëherë kur arrihet, prap ka vështirësi dhe prap ka pengesa dhe deri diku vështirësohet puna. Po e marr shembull profesorin tim, Enver Petrovci, i cili ka kaluar për një rrugtim jashtëzakonisht të vështirë, edhe pse ka qenë emër i njohur jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, por në gjithë ish Jugosllavinë. Në gjithë vendet bashkë shqipfolëse do kisha me thënë, ze është një emër që do ngelet gjithmonë në kujtesat tona. Juve sigurisht keni pas një moment ku keni thënë pikërisht këtu është ajo ku dua të jem. Kur ka qenë momenti që e keni ndjerë se skena dhe është vendi juaj? Ka qenë në momentin kur më ka ardhur një mision që të luftoj për të vërtetën. Për të vërtetën, jo vetëm të aktorit, por për të vërtetën e shoqërisë, sepse arsyeja pra po them pse jemi në këtë botë dhe pse teatri në fakt ekziston është për me tregu të vërtetën. Isha edhe në Kosovë në një emision në televizionin Istenish dhe në ditën botërore të teatrit dhe ishte fjala se për çfarë teatri ekziston, cili është misioni i teatrit. Misioni i teatrit është që t'ja heq maskën realitetit tonë, përditshmërisë tonë dhe të vërtetën tonë të na ofrojë parasyve në mënyrë që neve të na vetëdjesoj për atë që jemi. Dhe vetëm kështu arrim ne të reflektojmë si shoqëri dhe të progresojmë, të ecim përpara. Por çka nëse ne mbyllemi brenda vetes dhe nuk dojmë domethënë ta përjetojmë të vërtetën tonë, apo ta dimë të vërtetën tonë. Ndodh shumë herë dhe fatkeqësisht tashmë teatri sidomos në Kosovë nuk është në misionin e tij, për shkak se ai në vend që të jetë një institucion ku e shpalos të vërtetën e realitetit, ai shpesh herë e fsheh dhe e çet maskën e dythisht dhe vazhdon tutje. Pra, pse po ndodh një gjë e tillë? Po ndodh një gjë e tillë për shkak se ne nuk kemi ndjeshmërinë ndaj zbatimit të ligjit dhe ndaj vlerave tona. Kemi një rënim të sistemit të vlerave dhe në këtë rënim të sistemit të vlerave, ku e mira dhe e keqja më gati nuk ekzistojnë, apo distanca midis tyre. Dallimi në fakt mes të mirës. Dallimi është në nuanca apo nuk ekziston fare.
Po ashtu profesionalizmi, jo profesionalizmi thuaj se nuk ekziston fare. Ai që shkel ligjin dhe ai që i rrim besnik ligjit thuaj se nuk dihet se cili ka të drejtë dhe cili nuk ka të drejtë. Do ndonjëra ai që nuk e shkel ligjin duket më i fajshëm se sa i tjetri. Bravo, domethënë në këtë mishmash domethënë ndodhet edhe teatri edhe fatkeqësisht ajo për çka vuan teatri është pikërisht e vërteta e tij dhe njëkohësisht dhe ndjesimi që ai nuk është në të vërtetën e tij dhe mbi këtë të vërtetë të ndërtohet drejtësia respektivisht të zbatohet ligji. Pra kur në teatrin kombëtar për shembull nuk zbatohet ligji, si mund të jepen për shembull shfaqje në atë institucion që të vëdjesohet publiku se shkelja e ligjit është delikt. Domethënë edhe këtu vjen hipokrizia. Publiku nuk e duron, teatri nuk e duron hipokrizinë. Fatkeqësisht po jetojmë në një periudhë kur në teatr po shquhet hipokrizia. Para 4-5 ditësh në teatrin kombëtar dha shfaqje një regjisor i cili në vitin 2013 ka është verifikuar plagjiatura në atë institucion. Në vitin 2017 ka qenë udhëheqës artistik në atë institucion dhe ka dhënuar fizikisht një aktor të trupës rezidente 20 vjet më të vjetër. Akuza janë të gjitha janë të vërtetuara, domethënë ky rasti i dytë është i vërtetuar me vendim të formës së prerë të gjykatës. Rasti i parë është vërtetuar, plagjiatura e tij u ka vërtetuar nga institucioni, produksioni prej të cilit është blerë e drejta për inskrim të tekstit. Dhe ai vjetan tashmë në teatrin kombëtar bën një shfaqje ku mesazhi i asaj shfaqje është që shoqëria duhet të reagojë ndaj të keqes, sepse nëse nuk reagon gjithë përfshihet nga e keqja. Pra, ku ka hipokrizi më të madhe, se sa një individ i cili është vetë e keqja, po jep një mesazh kundër të keqes. Dhe mos të harrojmë, kjo para se aktori, artisti, ne si njerëz komunikojmë me njëri tjetrin verbalisht, ne komunikojmë apo vizualisht, ne komunikojmë nëpërmjet energjisë. Dhe ne nuk mund ta gënjejmë askënd. Aura nuk gënjet. Po pra, dhe ne bartim, nuk aktori, regjizori, artisti bart energji më shumë se kushdo tjetër. Dhe energjia nuk gënjen. Atëherë pse bëjmë ne gjithë këtë mishmash kot, kur nuk i kthejmë vetes edhe nuk e shpalosim të vërtetën. A jeni të mendimit se për një periudhë gjithçka mund të ndryshon apo duhet sa më shumë persona profesionistë bëjnë një farë protest, të them, në mënyrën e tyre që njerëzit edhe publiku të vëdjesohet dhe ta kuptojnë se çfarë realisht po ndodh? Po, definitivisht është e nevojshme, domethënë që unë kam një 11 vjet që kam si mision kauzën e teatrit, domethënë të vërtetës së teatrit, të vërtetës së trajtimit të aktorit. Sot ja kam sjell një libër si dhuratë për gjithë kontributin tuaj që po e jepni në shpërfaqjen dhe në shpërfaqjen e vlerave artistike. Dhe kjo e vërtet ka të bëjë lidhur me trajtimin institucional dhe ligjor të aktorit. Kjo e vërtet është e shtjelluar nëpërmjet dokumentave faktik të cilat janë nxjerrë nga institucionet shtetërore dhe përfundimi se si trajtohet aktori është jashtëzakonisht. Po, kjo është e vërteta e trajtimit të aktorit nga shteti. Në për çfarë kalon një aktor i vërtet, i cili vepron vet, nuk i ka ndihmën e askujt. Sa është e vështirë të jesh? Është shqiptar. Gati e mbi natyrshme. Fatkeqësisht më duhet ta them gati e mbi natyrshme. Nëse ti dëshiron që gjithçka të arrish vet dhe gjithçka të arrish me nder. Pengohesh. Gjitha hjenat të vërsulen edhe detyrimisht të detyrohesh të bësh luan, pa qenë nevoja të bësh luan. Megjithatë unë mendoj se një artist i vërtet, e thot edhe Salvador Dali, thot një artist i vërtet nuk është ai që frymëzohet, por ai që frymëzon. Prandaj unë mendoj që një artist i vërtet kthehet në frymëzim për të tjerët në bazë të jetës së tij. Ai, në fakt, jo që dëshiron ta bëj jetën e tij film, por i bëhet film për shkak se rruga të cilën ai e ka zgjedhur është rrugë mundimshme për me shpalos vërtetën, për me marrë me kauza të ndryshme të cilat janë preokupim i shoqërisë e tjera, e sidomos në vende në tranzicion siç është Kosova, Shqipëria, Maqedonia e tjera është jashtëzakonisht e vështirë. E keni publikuar librin dhe dua të di, keni marrë kritika, vlerësime për të? Kam marrë vetëm vlerësime.
Këtë libër është recenzura e vetme që ka bërë profesori Mindjer Enver Petrovci. Unë kam qenë gjenerata e tij e fundit në Fakultetin e Arteve. Pashtu kam pas rastin ta kem edhe profesor në master, edhe ky libër është rezultat i një pune që e kam bërë në mbikëqyrjen e tij sa kam qenë në studime të master. Kështu që recenzurën e ka bërë profesori dhe vetëm kohë pasi që bëri këtë recenzurë dhe u ndonë nga kjo jetë. Libri është, unë në teatrin kombëtar udhëheqi sindikatën e artistave dhe jam ballafaqur me problemet të nduarndurshme në këtë institucion. Sa e ngrini zërin kur të tjerët janë në Jashtëzakonisht shumë. Dhe kjo sigurisht ju pengon. Me vije keq ta them, por sa i takon institucionit, sa i takon zërit të brendshëm, i vetmi zë i brendshëm i artikuluar, fatkeqësisht më duhet ta pranoj. Me duhet ta pranoj, sepse unë mendoj që detyra e artistit nuk është konformizmi. Artisti, domethënë, për nga natyra është natyrë rebele, por rebele ndaj të keqes, ndaj padrejtësisë. Fatkeqësisht shumica e komunitetit ton janë konformist dhe luftojnë për interesa personale. Në teatrin kombëtar, për shembull, ke raste kur janë majt greva për rritjen e pagave. Por asnjëherë asnjë grevë ose asnjë zë nuk është bërë për shembull ku ju shkel të drejtat e ndonjë aktori. Kur për shembull është dhunuar madje fizikisht një aktor i brendshëm i atij institucioni me 30 e më shumë vjet provoi në atë institucion. Po pse nuk janë ndërmarrë masa nga kolegat? Nuk është bërë grevë. Nuk është bërë për grevë, sepse këtu dallohet artisti dhe jo artisti. Fatkeqësisht më duhet ta pranojmë. Artisti nuk është ai që lufton për interesin e tij personal. Ai lufton për interesin e përgjithshëm. Unë mendoj se një njeri i ndershëm nuk duhet të, jo vetëm të jesh artist, po në përgjithësi edhe në jetën e përditshme nuk duhesh të luftosh vetëm për interesat personal, po duhet sa të pak të shohim edhe rreth nesh, sepse nesër edhe ne mund të jemi në një situatë të palakmueshme dhe ne do na duhet ndihma e të tjerëve. Në këtë jetë nuk jemi të vetëm dhe nuk mundemi askund të arrijmë të vetëm pa e zgjatur dorën edhe për të ndihmuar edhe për të kërkuar ndihmë tek dikush tjetër, mendoj. Bravo Xhanan, të botë jemi për të shërbyer. Tash për mos kaluar në atë rrafshin teologjik. Nuk. Sepse unë e dua të teologjin. Lidhja ime me teologjinë ka qenë jashtëzakonshme, kam pasur gjyshin deri në moshë ka qenë në konfesionit katolik. Pastaj ai është bërë në konfesionin islam, musliman etj. Dhe mua më ka rënë të lexoj edhe Biblën edhe Kuranin. Të dyja po. Të lexoj edhe të rilexoj disa herë. Kështu që arsyeja pse kemi ardhur në fillim Zoti kur e ka kriju njeriu ju ka thonë engjëjve që t'i përkulin e shaj respekti për krijesën e tij të re. Dhe çfarë ndodh aty? Njëri prej tyre bën kryengritje, Iblisi apo Luciferi. Edhe thot, po pse nuk po i përkulesh? Thot sepse unë jam më i lartë se ky. Mua më krijove nga zjarri, kurse këtë e ke kriju nga balta. Atëherë Zoti e mallkon. Mallkim do të thotë largim prej mëshirës së Zotit. Dhe çfarë ndodh aty? Xhenan, domethënë Iblisi kërkon që ta afatizoj dhe Zoti e afatizon. Fillimisht e vendos njeriu në parajs, respektivisht Even dhe Adam. Dhe në sprovën e parë që i paraqitet njeriu, ai bie. Pra lakmia. Ja ofron mollën Iblisi dhe Eva han, Adamit i ngelet në fytyrë të tjera. Dhe çka ndodh? Pra njeriu nuk ka qenë i përgatitur për parajs. Dhe Zoti merr vendim që ta kthej njeriu në këtë botë si provim që ai ta meritoj parajsën. Ne veprojmë për ta. Arsyeja për çfarë ne jemi në këtë botë është që të fisnikrohemi. Dhe si fisnikrohemi ne? Duke u ballafaquar me të keqen, me lakmin, me të gjitha këto, por duke i tejkaluar me sukses. Dhe sa më shumë që ballafaqohemi me të keqen dhe i tejkalojmë me sukses, ne fisnikrohemi më shumë dhe vetë vim në një stad kur fisnikria është aq e lartë sa ne e meritojmë parajsën dhe më nuk kthehemi nga parajsa. Të shpresojmë që të gjithë do jemi pjesë e parajsës. A ka ndodhur që ndonjëherë rol t'ju ndjek edhe në jetën tuaj? Po, më kanë ndjekur. Sepse e thatë që fakt teatri është ajo për të larguar maskën e realitetit dhe sigurisht duhet të ketë ndërlidhshmëri mes jetës reale dhe roleve të ndryshme. E kam pas një rol që më kanë ndjek jashtëzakonisht shumë gjatë gjithë kohës dhe
Si jeni ballafaquar? Ai ka qenë artisti vetëm, autori është Ralf Hammerthaler, është aktor gjerman, është berlinez, jeton në Berlin. Edhe rastisht kam rënë në kontakt me veprën, isha në kulmin e aktivitetit tim sindikal njëkohësisht në atë kohë në teatr, posa më kishin larguar fillimisht nga puna, isha kthyer gjykata me kthej në punë dhe fillova tha haj po e bëj një vepër sepse edhe rolet mi mohuan, domethënë për një periudhë mi mohuan edhe rolet. Dhe thash po e bëj një shfaqje për veten. Edhe fillova ta bëj shfaqjen në teatrin kombëtar. Pra atëherë kur nuk ishte zënë skena, shkoja natën, bëja prova e tjera. Në ndërkohë, fillimisht po informoj autorin e tekstit, zotin Hammerthaler, dhe ai tha në rregull është, vetëm të ma japësh ta platformën e shfaqjes. Patjetër, që ta ndjek. Dhe unë ja dhash platformën, i pëlqeu jashtëzakonisht shumë dhe u interesua për datën se kur unë kam planifikuar ta skenoj shfaqjen. I them diku, në atë kohë ishte qershori, i them diku ka fundi i shtatori. Dhe mu më ndodhin 100 peripeci gjatë kohës apo tëntoja ta inskenoj shfaqjen, derisa tentim edhe për sulme fizike të mos flasim tutje, mu pa mundësua që në teatrin ku unë punoj ta realizoj shfaqjen. Shfaqja quaj artisti vetëm. Ajo që për koincidencë, ajo që fa i ndodh ke artistit të vetëm, me ndodh të mua. Do më thonë dhe po ashtu kur e inskenova shfaqjen, e kam fillu me një videoprojektor dhe ju kam drejtu autorit të veprës, edhe aty kam shkruajtur që i dashur Ralf përderisa po përpiqem ta vej Hans Klipin në skenë, sepse Hans Klipi ka pas emrin personazhi. Unë, ekipi shfaqjes dhe gjithë ne jemi kthyer në një Hans Klip real. Sepse domethënë Hans Klipi përjetohej edhe nga unë, jo vetëm në skenë që përjetohej, po përjetohej edhe në realitet. Dhe ndoshta ky rol ka qenë një figurë multidimensionale, kështu që ndoshta edhe me ka ndihmu që të realizoj edhe më mirë rolin. A është më e vështirë të luash një rol apo të shkruash për të? Për realitetin, fakt. Për realitetin, jo, është njëjtë. Unë e ndi vetën mirë edhe kur sepse ne ndonjëherë kur shkruaj, rimendojmë atë çfarë na ka ndodhur. Sado që kemi menduar që e kemi harruar, duke e shkruar, përsëri e manifestojmë. Edhe një herë më shumë ndoshta bijem në siklet dhe brengosemi pse situatat janë ashtu siç janë momentet e caktuara. Vërtet, keni përjetim të jashtëzakonshëm të një artisti, sinqerisht. Apo? Po, bravo. Faleminderit. Bravo, ajo më ndodh kur shkruaj, por pak ashtu me ndi vetën njëjtë edhe kur jam në skenë, domethënë sepse unë jam aktor i përjetimit, e dua përjetimin jashtëzakonisht shumë. Dhe nuk ka qenë lehtë as ta shkruaj të libër, se shumica ngjarjeve që janë të përshkruara aty i kam përjetuar vetë. Dhe kur ta lexosh librin do ta shohësh se me të vërtetë është një dramë. Pra jo që kam dashur që ta kem unë jetën dramë, po më është bërë dramë. Fatkeqësisht, po. Më thoni, çfarë të ka mësuar arti për jetën që nuk e kishe mësuar ndryshe? Nga gjithë kjo që e biseduam deri tani, çfarë mund të përfundoni se ju ka mësuar arti, po që nëse në rrethana tjera nuk do kishit qenë një artist, nuk do e kishit mësuar? Unë mendoj që në të gjitha rrethanat prapë do të isha artist. Përgjigja ishte të artisti, jo? Edhe për të isha mjek, do të përjetoja si artist të qenërit mjek. Kështu që arti më ka mësuar një gjë të jashtëzakonshme që ti duhet të jesh vetvetja. Nëse nuk je vetvetja, nuk do të arrish të bësh asnjëherë. Dhe këtë e ka thënë, ishim një herë duke bërë në vitin 2003 me një regjizor nga Kosova, regjizori i filmit është quhet Ismet Sjarina. Unë më kishte ftuar mua që të jem asistent i regjisë dhe kishim për ta xhiruar një skenë në kineman ABC. Dhe kur hym në kinema, aty në fuajen e kinemas e takuam aktorin e madh Bekim Femiu. Dhe drejtori i kinemas na luti që ta pim një kafe së bashku me Bekimin para se të fillojmë xhirimin e skenës që kishim për ta xhiruar në brenda ambienteve të kinos. Edhe u interesua Bekimi se cili është regjizori. Dhe unë jam regjizori. Mirë tha, çka është filmi për ty?
dhe Ismeti mbeti, po filmi është kështu një koncept, filloj të filozofoj pak, edhe Bekimi po e tund kokën. Tha, filmi je ti. Nëse ti nuk je filmi, nuk do të arrish bësh kur film. Okej. Dhe më thonë, aktori është vetvetja. Filmi, vepra, çka do të qoftë, duhet të buroj nga e vërteta jo nga përjetimet tona. Nëse nuk ndërlidhet aty, më të vërtet nuk ka film, nuk ka vepra artistike. Dua pas gjithë këtij rrugëtimi tuaj, si e përkufizoni suksesin sot? Suksesi. Shiko, ka njerëz. Se mbaret kush çfarë shet sukses, a? Po pra, se është një mendimtar i madh amerikan, Philip Zimbardo, ai i ndan në dy grupe njerëzit e suksesshëm dhe njerëzit profesionalisht kompetent. Nuk do të thotë që të jesh i suksesshëm një jetë të dukesh i suksesshëm, në fakt që të jesh profesionalisht kompetent. Në shumicën e rasteve të suksesshëm në thojza janë ata që dinë të notojnë. Inteligjenca. Dinë dhe më thonë ta kenë mirë me të gjithë dhe në rregull edhe arrin. Por të jesh i mirë profesionalisht është krejt diçka tjetër. Pra, jo domosdoshmërisht që këto dy koncepte bashkohen edhe gërshëtohen në të njëjtin zinxhir. Po. Dhe për fund, pasi që jemi në minutin e fundit të emisionit, dua një pyetje, nëse ktheheni në kohë dhe mund t'i jepni një këshill apo një mesazh vetes tuaj para se ta filloni këtë rrugëtim, cili do ishte? Vazhdo njëjtë. Vazhdo njëjtë. Lufto. Lufto. Ju falenderit shumë, besoni se në këtë përgjigje nuk u përgjigjet, besoni se në këtë pyetje, besoni se në të ardhmen do ndryshojnë gjërat në se si bota, se si teatri funksionon dhe si bota duhet ta shef teatrin? Po, do të ndryshoj, sepse me rëndësi që ekziston 1-2-3 artista që reagojnë, dhe reagimi pastaj në një kohë të caktuar do të magnetizoj. Patjetër. Ju falenderit shumë që ishit pjesë e emisionit ton, unë ju uroj shumë suksese në të ardhmen, besoj se nuk do jetë intervista e vetme, le të jetë e para, po jo e fundit. E jona të jemi këtu edhe për arritjet tuaja, të cilat padyshim do jenë në vazhdimsi që nuk dyshojmë që do i keni. Faleminderit gjëna për ftesën.